Përshëndetje Diana Çuli, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Mirë se ju gjeta e faleminderit për ftesën. Atëherë, zakonisht ne fillojmë me karrierën tuaj, keni shumë karrierë të gjatë, shumë e bollshme, diçka shkurtimisht, po dhe po harruat ndonjë gjë, mos u mërzisni. Jo, patjetër, është jetë shumë e gjatë që kam punuar. Sigurisht kam dashur të bëj gjithnjë letërsi, po kjo është e pamundur, do punosh edhe gjëra të tjera. Kam punuar deri nga 90-ta, kam bërë gazetari kulturore, kam qenë në Drita, pastaj që bëja reportazhe në gjithë Shqipërinë, për kulturën zakonisht, edhe më vonë në një revistë Le Lettre Albanese që botoi me letërsi shqipe në frëngjisht. Pas 90-s u mora përsëri me publicistik, me shoqërinë civile, drejtova shumë vite dhe shumë gjatë një shoqat grash që ishte prezent në gjithë Shqipërinë. Bëra edhe një përvojë të vogël parlamentare një mandat. Dhe pastaj jam marrë shumë dhe me përkthime edhe me librat e mia. Kjo është pak a shumë gjëra që kam bërë. Atëherë, çfarë mendoni ju për librin sot? Lexohet, sa lexohet? Çfarë duhet bërë që të lexohet më shumë se kaq? Ky është një problem, nuk është vetëm joni, është në gjithë botën, që si të thuash ka rënë leximi i librit letër. Por nëse ju kujtohet, un kam pasur një herë një emision në Ora News që thrisja shkrimtarë të ndryshëm, edhe më kujtohet një shkrimtare angleze, që unë e pyeta, është ulur leximi tek ju në mënyrë drastike, tha, nuk lexoj më libër letër, por lexoj në tablet, lexoj në telefon, lexoj në kompjuter, dhe unë mendoj, tha, ajo që mjafton që të rinjtë të lexojnë. Apo jo, se edhe ne nuk lexojmë në papiruse e në letra. Teknologjia ndryshon, por mjafton që njeriu të lexojë dhe mua kjo më ka mbetur në mendje. Megjithatë ka një statistikë vitet e fundit që është rikthyer leximi i librit letër në rang botror. Është rikthyer. Dhe unë shoh dhe këtu te ne Panairin, librarit, shpikbotuese dhe Panairin nuk do ekzistonin po të mos lexoheshin libra. Është edhe kjo një logjik. Po, si mendoni ju, këto 35 vite na ka munguar ne kultura, edukimi, emancipimi, mendimet dhe të mirat që japin ato. Sa na kanë munguar këto 35 vite? Na mungoi veçanërisht në 10 vitet e para, në 90 deri në mbasi u ndryshoi regjimi. Mua më kujtohet se të rinjtë kanë më të vështirë, po ju jeni më i ri. Në vitet e para 90 nuk kishte librari, nuk kishte shpikbotuese, se u mbyllën ato që ekzistonin shtetoretet. Nuk kishte letër për të shkruar librat. Vendi ishte pa drita, pa ujë, pa ligje, duhet të rindërtonte një sistem nga e para, kështu që kuptohej që leximi do mbetej në kategorinë e dytë, por ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar në mënyrë drastike, ne sot kemi pafund libra që botohen, derisa botohen ata dhe lexojnë, nuk lexojnë të gjithë, po të thotë që lexojnë. Është teknologjia botrore që e ka ndikuar këtë, por gjithë unë shkoj shumë nëpër shkolla kur më thrasin. Në shkollë në gjimnaze dhe në shkolla 9-vjeçare, gjej gjithnjë një grup që lexon. E gjej gjithnjë, edhe në Tiranë edhe në qytete të tjera që shkoj. Ti nuk pretendon që të lexojë gjithë shoqëria, por ka një grup të interesante të mirë që lexon. Edhe kjo është shpresa. Po. Unë, Diana, jam rritur me drejën e trotuareve, kemi folur edhe më përpara. Kisha një 2 modele aty, për mos thënë një model, e ndoqja deri diku, pastaj ndryshova. Po sigurisht. Po ndryshua dhe korat. Ka ndryshuar, po. Flasim për rinin. Po mendoj që sot, mendoni juve që sot mungon ky modeli? Bashkëudhëtarit të rinjve i moshave të tjera më të rritura. Këta kanë, ne kishim mungesë, ndonjëherë ndoshta ne kishim më pak libra që lexonim, më pak filma, kishim i lexonim me etje. Dhe kishim dhe modelet tona. Tani këta kanë dhe një trysni shumë të madhe informacioni. Merr nga telefoni, merr nga filmi, nga rrjetet sociale, nga aq libra sa mund të lexojnë, që mund t'i detyrojnë në shkollë ose prindrit. Kështu që këta kanë një botë pak më kaotike se sa tona. Megjithatë, po të shikosh, gjen gjithmonë dalin shqiptarë që janë edhe në kulmin e shkencës botrore ose fitojnë në muzikë, në kulturë, në këngë. Letërsia është disi më e vështirë, sidomos për kombet e vogla si ne, është më e vështirë. Kjo është vënë edhe më përpara edhe tani.
Tani për shembull, jo vetëm ne, po gjithë Ballkanin, edhe vendet e Evropës si mbyt anglishtja, nuk kanë më interes që të përkthejnë në gjuhët e vogla. Edhe te ne, mua vjen keq që dëgjoj të rinj dhe thonë që po jo, se unë nuk lexoj më shqip, se unë lexoj anglisht. 17 vjeç, 18 vjeç, më duhet pak çudi se ti nuk e perfeksionon dot gjuhën aq herët sa të lexosh libra të ndërlikuar, apo jo? Po. Mendoj këtu dhe prindrit dhe shkolla duhet punojnë pak më shumë në këtë gjë. Nuk punojnë shumë për letërsinë shqipe, për librin shqip, jo vetëm librat tonë, po edhe gjithë e shkuara, gjithë trashëgimia që kemi ne. Italianët mburen me trashëgiminë e tyre, nuk ka që mos e dinë të shkuar. Kurse ne ndonjëherë harrojmë, e vë reqe, harrojmë. Atëherë, si mendoni ju, kujt i nevojitet një shoqëri që nuk mendon? Jo, nuk i nevojitet askujt, por vetëm dëme. Edhe ju kujtohen ata iluministët e dikurshëm, Volteri, Rousseau, ata thoshin arsimimi, kulturimi, iluminizmi thoshin ata. Ndriçohen mendjen me lexime, me arsim dhe me shkollë. Nuk heqin dorë. Po të shkosh për shembull në Paris ose në Strasburg, në ato tabelat e mëdha që vjen në rrugë që kalojnë, që ne vëmë reklama, unë atje shikoj gjithnjë që ata thonë, që ata bëjnë fushat leximi. Edhe përdorin atë shprehjen e Descartes, e kanë ndryshuar dhe thonë, unë lexoj prandaj ekzistoj. Ai thoshte unë mendoj prandaj ekzistoj. Këta shkruajnë atje, unë lexoj prandaj ekzistoj. Që çdo njeri që kalon me autobus, me motor, me makinë, ta shikojë atë. Duhet një qëndrim i madh shoqëror, jo vetëm i individëve. Po, cili është roli i shkrimtarit? Tani shkrimtari se ne trashëguam pak nga jo më sot rinia se nuk e njeh atë kohë, po. Pak e trashëguam se çdo gjë shkon pak me vonesë, që shkrimtarit duhet ishin të paraqisnin shpirtin e popullit dhe duhet të ishin si shërbëtor të ideve të shtetit në atë kohë. Edhe sikur dhe pati edhe një lëvizje botërore që shkrimtari duhet ishte i angazhuar në çështjet sociale dhe politike. Pastaj kur ra komunizmi ra shumë dhe kjo ide që shkrimtari nuk kishte lidhje më me angazhimin social. Tani është rikthyer prapë. Kështu që ne duhet ta mendojmë që ti dhe kur shkruan një libër, nuk mund të shkruash një libër thjesht të del ty në kokë kot. Po, një ide, një mesazh, le të themi një gjë të përgjithshme fare, të zbutësh pak shpirtrat e njerëzve. Sikur ti bësh çik si më të dashur apo jo. Po. Nuk po themi të ndrojmë vendin apo qeverinë, po. Po ato se bëjmë. Atë modelin që kërkohet këtu. Tashi, si mendoni ju, duhet flasin shkrimtarët jo vetëm me libra, pra duhet flasin kështu siç po flasin ne publikisht në ambiente ndryshme. Juve flisni dhe me nxënësit, me studentët në takime. Unë mendoj që duhet. Shumë shkrimtarë përfshirë dhe mua, pas 90-s u futën dhe në parlament. Se njëri nuk e dinte çfarë ishte politika dhe si do bëhej dhe kështu, po ishte ai idealizmi që duhet ta rregullojmë vendin që është kaq keq dhe çfarë mund të kontribuojmë. Megjithatë, dhe politika është një profesion si letërsia, kështu që jo të gjithë mund ta bëjnë. E bëjnë më mirë ekonomistët, juristët, njerëzit që kanë ide politike se si duhet ndryshuar vendi. Shkrimtari ka këtë rolin tjetër, po se duke qenë që ai kur krijon një emër, le të themi për shembull Kadareja ose Agolli, që kishin krijuar emër shumë të madh, kur ata thoshin një mendim për shoqërinë shqiptare dëgjoi më shumë vëmendje. Sepse e thoshte ai, nuk e thoshte një njeri që s'ka përvojë, që s'është i mençur. Kështu që them, kur merr një rol publik her pas here, duhet të kesh shumë përgjegjësi në atë që thua dhe mund të kontribuosh. Ta zëm unë, nuk them se kam unë këtë rolin publik, po them çfarë mund të them diçka, çfarë mund të kontribuoj për leximin, për dashurinë për letërsinë. Ose le të themi, të jemi të gjithë së bashku si qytetarë që për zbatimin e ligjit. Duke si formulë, duke si slogan, po është një gjë që ne kemi shumë problematike apo jo. Jo, zbatimin e ligjit, po tash është për tu parë, po qytetarët kemi gjëra që i shkelim edhe pas ta zëmë vëmbripin e makinës ose mundohemi që t'i shmangemi policit. Fillon që nga gjërat e vogla shteti apo jo. Po, dakord. Atëherë disa libra, Diana, që juve sugjeroni më së shumti për publikun, po themi ne letërsi shqiptare ose huaj, disa të preferuarit tuaj. Unë kam gjithë të preferuar dhe
më ndrojnë ata sipas Kot. por unë do sugjeroja që për shembull në Panajir çdo vit që bëhet Panajir dhe në Fier, bëhet edhe në Tiranë, bëhet edhe në qytete të tjera, njerëzit është mirë të shkojnë, sepse aty dhe shtëpitë botuese paraqesin ata autorë që ata mendojnë këtë vit janë më të mirë. Ka shumë të ne që botojnë në kohë reale nobelistët. Edhe atëherë shkon dhe e blen, e lexon, ose ndonjë që ka marrë çmime të tjera që janë të njohura në Europë. Promovojnë një shkrimtar shqiptar të ri ose një të vjetër që ka bërë një libër të ri. Dhe duhen ndjekur këto ngjarjet, për shembull. Duhen shikuar ato shtëpi botuese që kanë reputacion. Pse e them këtë? Se gjithnjëherë ne kemi thënë, sidomos në 10-15 vjetët e para, që librat e mirë nuk përkthehen mirë. Se kishim atë shkollën e mirë të përkthyesve të dikujshme. Mi po tani shtëpitë botuese serioze marrin përkthyes shumë të mirë. I redaktojnë librat shumë mirë, kanë një staf pune të profesionalizuar. Kështu që këto janë një garanci se e di që po të shkoj tek kjo ose tek kjo e di që do gjej libër të mirë dhe do më sugjerojnë edhe autorët. Është edhe pak personale kjo. Dhe çfarë kërkon. Po. Ç'mund të thoni si shkrimtarë tash për disa nga fenomenet negative që ka shoqëria sot, që mund t'i përdorni për krijimet tuaja, për shembull. Po për shembull është kjo ndonjëherë ti nuk do të bësh atë që është tamam ditë për ditë, po për shembull unë e vëre që të gjithë nuk i duan më këto fakultetet tona të filologjisë. Po vëre të rinjt që nuk duan të shkojnë më, për shembull kanë rënë në mënyrë drastike, kanë rënë katedrat e gjuhëve tuaja. Disa po mbyllen. Ose edhe në histori, gjeografi, në letërsi po shkojnë shumë më pak. Pse? Se këta mendojnë që me këto gjuhët i mësojmë vetë, mendojnë ata. Ose edhe nëse bëhemi specialist, Shqipëria është vend i vogël, nuk ka vend për shumë. Dhe gjuhët i din të gjithë tani, ato që duhen kryesore. Nuk ju duket si profesion. Ndërkohë, po bëre jurist apo ekonomist ti ke shumë të tepër mundësi pune. Apo inxhinier. Kurse me këto të duket vetja çfarë do përfundojnë në mësues në një vend të vogël, në një është kjo gjë dhe kjo në një mënyrë jo shumë realiste e dëmton kulturën. Vëre pastaj për shembull vëre edhe nga një konceptim i shtetarëve ose i administratorëve që kulturën e shohin më shumë koncerte në shesh, jo koncerte klasike, koncerte dhe turizëm. Edhe kjo e dëmton atë të gjithë pastaj e perceptojnë që libri është si i fundit. Nëse e shikon vetëm kështu. Dhe këto janë gjëra që ne na shqetësojnë, me thënë të drejtën, kurse nuk na shqetësojnë. E besoj dhe juve që më bëni mua më bëni këto pyetje. Po. Për emancipimin e femrës në Shqipëri, çfarë mendimi keni? Si e shikoni atë? Unë jam marrë shumë me të drejtat e gruas, me barazinë gjinore, jam marrë shumë. Nuk mund të them që nuk ka krahasim. Me kohën e socializmit dhe me 30 vjet përpara. Ka edhe ku ndryshimet shumë të mëdha janë, jo vetëm në jetën e përditshme, po janë dhe ligjore, janë shumë të mëdha. Ne tani si thua legjislacionin e kemi të barazuar me këtë të Europës. Mund të kemi defekte në zbatim. Vende, por nuk ka për shembull më diferenca, le të themi në rrogë. Nëse ti je në një punë e ke të barabartë rrogën për të njëjtin pozicion pune me. Kjo nuk qenë në vitet 2000 për shembull, kemi luftuar shumë për këtë, pati shumë diskriminim në pagesa. Sot i ke të shkolluara si vajzat si djemt. Nuk ka më probleme si ka pasur dikur që edhe nga fshatat nuk e shpin vajzat, kurse tani njerëzit shoqëria është e arsimuar në mënyrë të barabartë. Padyshim ka probleme, ka sjellje diskriminuese, padyshim që ka, po ka një zhvillim tepër më të madh dhe përmirësim shumë të madh. Kur unë kam shkuar në parlament në 2005, ne ishim vetëm 10 gra në 140 burra deputet. Sot i ke gati gjysmë. Atëherë s'kishe as edhe një në qeveri, sot ke shumë, sa po duket sikur shumita. Se edhe këto janë indikator, ose sistemi i drejtësisë është nga më të rëndësishmit, kemi 60% gra. Për një herë ne kur shkojmë jashtë mburemi me këto shifra, se ja kemi kaluar edhe ca vendeve tjera.
Në këtë drejtim do luftosh dhe vetë, nuk është se do të vi nga qielli. Do luftosh edhe vetë të jesh i barabartë në shoqëri. Do të punosh, do mësosh, do jesh njësoj, do kërkosh ta kalosh atë tjetrin, do bësh konkurim pozitiv, le të themi. Po, dikur, po themi ne, emancipimin e bënte shteti. Sot i është lënë rastësisë, si mendon? Se po rikthehem prapë. Kjo mund ta shpjegoj. Dikur ne situash barazia të vinte nga lart. Po. E vendosë qeveria. Kur morën ata ne na u bë drejtë e votës që në vitin 1945, 46, diçka e tillë. Që ishte një fitore. Dhe këto rrogat i kishim të barabarta dhe shkollën e kishim të barabartë. Por të gjitha këto ti nuk i fitoje vetë si grua, nuk ishe luftuar për këto. Atë shoqëria nuk ishte luftuar. Këto ti kishte dhënë sistemi. Dhe ne kur erdhi 90-ta dhe 92-shi dhe ndryshoi sistemi fare, nuk e dinim se si do ishte tani legjislacioni, për shembull për pronën, se nuk ishin mësuar njerëz me pronë private, ishin me pronë. Ta zëm në një rast divorci, kujt do t'i përkiste shtëpia, fëmijët, pasuria, këto gjëra ne nuk i njihte shoqëria shqiptare. Dhe të gjitha këto ne kemi patur pastaj, si thua bëm shumë trajnim, u mësuam shumë nga shoqatat e grave europiane, që erdhën bashkëpunuan shumë. Ta zëm në 96 është bërë ligji për të drejtat e riprodhimit që ka dhe kapitullin e abortit. Na ndihmuan shumë shoqatat europiane që se si ne të lobonim dhe si të luftonim ta zëm të bëjë ky ligj. Apo për rrogat e barabarta në këto ndërmarrjet që nuk dukeshin, në këto fasone që punonin qindra gra punëtorë dhe ju jepnin një rrogë minimale dhe nuk ju jepnin sigurime shoqërore. E gjithë kjo tani është shumë e ndryshuar dhe këtu ka dhe shumë shoqata dhe grash që luftojnë për këtë gjë, që lobojnë në parlament, që shkojnë gjithandej, që bashkëpunojnë me të huajt. Do të thënë tani u mësuan, si të thuash, njerëzit që të luftojnë vetë për këto. Gjë që nuk ka ndodhur, nuk ka sindikata punëtorësh për shembull. Që ka në gjithë botën, në gjithë Evropën. Kurse për çështjen e grave kanë shoqata që luftojnë shumë dhe që bashkohen, që bëjnë koalicione. Dhe që luftojnë për një ligj ose për një padrejtësi ose ajo mund të rregullohet apo jo. Është një proces evolutiv, nuk është revolucionar. Nuk rregullohet brenda ditës, është jetë e gjatë që do ta ndryshosh. Por punojnë për këtë gjë, janë të ndërgjegjshme për këtë gjë. Atëherë si shpjegoni ju ushqim shpirtëror? Dhe a ka nevojë shoqëria shqiptare për këtë ushqim? Ka shumë nevojë, Artur, dhe unë ndonjëherë më vjen shumë keq për median, për televizionin, se njerëzit në Shqipëri rinë shumë para televizionit. Dhe kam vënë re që ka një rënje nga emisionet shumë të mira kulturore, për librin, konkurime letrare, kulturore, artistike. Tani kemi sa shfaqje, ca emisione që më duken mua më shumë si lavash truri se sa si emision, si ushqim shpirtëror. Kur në fakt media ka mision atë që ti do e ushqesh, do ta ngresh ti nivelin e shoqërisë aty ku je ti vet. Nuk do biesh dhe më poshtë. Edhe këtë e kanë të gjithë mediat e botës, e kanë të shkruar dhe te statuti kur marrin frekuencat, kur marrin licencën. Kjo gjë më duket mua është dëmtuar shumë, shikohet një si gjë e lehtë, kështu si quhet VIP një njeri që mund të thotë dhe budallë që edhe ti e quan VIP atë. Edhe nuk dallohet më nga një njeri që nga një vajzë ose një djalë që kanë fituar konkurse, që kanë treguar aftësi shumë të madhe në një drejtim të caktuar, që ne ata duhet të, nëse ti bën hierarki vlerash dhe shoqëria ecën më mirë. Kjo më duket se është dëmtuar në Shqipëri. Po si mund të rregullohet kjo, riparohet? Këto tonat. Bisedat po. Ne, edhe këto. Domethënë ne shqetësohemi që i diskutojmë këto. Po sigurisht që janë të rëndësishme ato. Pjesë e tranzicionit, është pjesë e tranzicionit, në shumë gjëra kujtuan se kjo është moderne, nuk është në të vërtetë moderne, sepse ti Shakespeare-in do ta shikosh gjithmonë, do ta kesh gjithnjë në teatr, edhe sikur 5 veta të shkojnë. Duhet ta vësh në teatr ose tjerë, ose teatrin duhet ta ruash. Ka ndryshuar, 10 vjet më përpara s'kishte shumë teatr, 10-15, po tani ka ndryshuar. Po. Ka ëndra shkrimtari? Ëndra, po. Unë them ka librat e tij të ardhshëm. Po. Që sikur të bëja një libër kështu. Po, ndryshon dhe gjithmonë. Po, si mund ta shpjegoni pak ndryshimin e shkrimtarit në moshë? Rritjen në krimtari, po themi, ndryshimin në krimtari.
çfarë ndryshon tek shkrimtari? E kuptoj. Për shembull, unë kur lexoj Drejën e trotuarëve që përmendet ju, nuk e lexoj, po kur ma kërkojnë për shembull për përkthim dhe atëre unë duhet ta rishikoj pak tekstin, të shkurtoj ndonjë zgjatje, jo nuk i ndryshoj librat, përgjithësisht se unë mendoj që libri i përfaqëson ato që kam qenë unë dhe ato që ka pasur shoqëria, ato që kam perceptuar unë nga shoqëria shqiptare në atë periudhë. Nuk mund ta ndryshoj me mendjen time të sotme. Them që në ndryshim nga disa arte të tjera, për shembull, nga nëse e këngëtar, me kalimin e vite mund të t'i zëri, ose balerinin, ose arte të tjera, unë them që te shkrimtari truri përpunohet më shumë. Je gjithnjë në mësim të vazhdueshëm. Ndonjëherë nuk e shikon dot një libër të shkruar 20 vjet përpara, thua, si e kam shkruar kaq keq. Kompozicionin nuk e kam bërë mirë, strukturën, personazhet i kam tepër. Me kalimin e kohës mëson më shumë dhe ke më frikë kur ulesh të punosh. I ri e merr shumë me rrëmbim që di ta bëj. Mos do ishte një zgjidhje për shoqërinë, po themi tash më vajti mendja. Ky varianti i librit të vogël pocket book, libri që e mban në xhep, në xhaket apo është shumë i mirë. Është shumë, edhe mua më duket shumë i mirë. Ai i lirë. Një versioni drejt trotuarëve 50 faqesh, po themi ne. I shkurtuar. I shkurtuar, po. Edhe ti mund të ishte për adoleshentët, për ata më të rinjtë, po. Unë kam vënë re që në botë bëjnë shumë këtë model që thoni ju. Edhe të filozofëve i thjeshtojnë, i shkurtojnë, po ja japin atij 14 vjeçarit që ta lexojë. Sepse në këtë mënyrë ai merr aty, i merr që në fillim, i merr më thjesht, i merr më e kam parë unë këtë gjë që e bëjnë, po këtu se kanë shtypëtuese tona nuk e kanë aplikuar akoma këtë gjë. Ka diçka Kosova me Buzukun, disa libra Don Kishoti, 2 vjet po. Janë për fëmijë shumë interesante. Po prandaj thash se i kam marrë për djalin, po. Shumë interesante. Don Kishoti është po mirë, e lexon që i vogël ai atë. Po, dhe është i shkurtër me ngjyra interesante. Diana, jemi në fund të bisedës. Diçka për shqiptarët, po themi ne lexuesit apo gjithë shoqërinë, një mesazh. Nuk guxoj ta jap për gjithë shoqërinë, po të rinjve mund t'ju them, dhe të rinjve shkrimtar, ata që duan të shkruajnë. Dhe do i them një këshill që ma jepnin dhe mua ata shkrimtarët e vjetër, se unë punoj te lidhja e shkrimtarëve dhe ky që një fat se vinin ata kokat më të mençura. Edhe ne dëgjonim me shumë respekt çfarë thoshin ata. Dhe ata thoshin lexoj gjithmonë letërsi të mirë, nivel të lartë. Mos ti që ke dëshirë të shkruash. Mos lexo mesatarin ose atë poshtë mesatarit, se atëherë thua sa mirë që ngam unë vetë, që nga më mirë se ky. Kurse kur e ke stegën lart dhe shikon atë të mirin e di që ylli polar është atje dhe ti duhet të përpiqesh të shkruar dhe mëson dhe më shumë prej tij. Kështu që unë të them që lexoni gjithmonë ato që janë fjala e fundit e letërsisë më të mirë. Shkrimtarët e mëdhenj gjithmonë. Po Diana, ju falenderoj shumë për bisedën, ju uroj suksese në krijimtarinë, në të ardhmen. Nuk folëm fare për këtë, po uroj që të keni. Janë ato ëndrat. Faleminderit. Artur, faleminderit. Edhe unë ju falenderoj shumë.